Festat tek shqiptarët dikur ishin ngjarje të ralla, por me një domethënie të jashtëzakonshme. Ato përgatiteshin me ditë e javë përpara dhe përfshinin gjithë familjen, nga më të vegjëlit tek më të moshuarit. Shtëpitë pastroheshin me kujdes, ushqimet përgatiteshin sipas zakoneve të trashëguara, ndërsa sofrat, edhe pse të thjeshta, mbusheshin me dashuri, respekt dhe ndjenjë bashkimi. Festat nuk mateshin me bollëk, por me praninë e njerëzve të afërt, me fjalën e mirë, këngën dhe urimin e sinqertë. Ndryshime ka, edhe ndryshimet nuk janë të vogla, madje janë edhe shumë të mëdha, dhe në krahasim me brezin që po rritet dhe me brezat e më parshëm, të cilët kemi pasur rastin t'i njohim, edhe të flasim me ta dhe të mësojmë nga ta. Ndryshimet janë, por ndryshimet nga njerë janë edhe të natyrshme, po janë edhe të pa natyrshme, sepse janë disa ndryshime të cilat nuk duhet të ndodhin, sepse në qoftë se ka një përkujdesje shoqërore, pra në shkallë natyrisht të shtetit, të institucioneve, atëherë ato pa pikë dyshimi duhet të ruhen ashtu siç janë dhe duhet vazhdojnë jetën e vet, sado që jeta e tyre mund të jetë shumë e gjatë, kalon 1000 vjeçar, kalon 2000 vjeçar, kalon edhe më shumë. Dhe ky është dallimi. Kurse këto të tjerat janë natyrisht ato që sjellin risi, sjellin të mira, po sjellin edhe këqija, bie fjala globalizmi, është, si më thon, ai që i han kulturat e vogla. Globalizmi, dhe më thonë, mund t'i përbinj, si thonë dhe popujt e vegjël, e lemo kulturat e tyre, gjuhën e tyre dhe traditat, dhe ne jemi para këtij rreziku shumë të madh, pra për cilin duhet marrën masa. Ka këtu një studim në Institutin Albanagjik për globalizmin dhe lokalizmin, pra i shkruar se si duhet të ruhemi, të mbrohemi, pra sidomos të i ruajmë dhe të i mbrojmë vlerat të cilat janë vlerat e papërsëritshme. Dikur festa e 28 nëntorit festohej me solemnitet edhe respekt të madh për historinë. Flamuri kuqezi ngrihej me krenari, ndërsa në shkolla dhe familje përkujtohej sakrifica e të parëve për lirinë dhe shtetin shqiptar. Festimet ishin të thjeshta, por plot domethënie dhe ndjenjë bashkimi. Sot, 28 nëntori shënohet me aktivitete më moderne, koncerte dhe festime publike, ku shpesh mbizotron aspekti argëtues. E sipas profesor Nezirit, kjo festë është edhe botërore. Unë kam kaluar në periudhën e festave kombëtare të ndaluara, saktësisht e festës së flamurit, pra 28 nëntorit, që është edhe festë e pavarësisë, që është edhe festë e disa fisht, pra edhe luftës qërimtare dhe komandantit saj, ditëlindja, pra Demjasharit, e kështu me radhë, po ishte një festë ndaluar dhe parashikohej me ligj si propagandë armiqësore, do thonë kundër popullit të shtetit, dhe natyrisht ne në Prizren, pra grupi ynë prej 12 studentëve, e shënuam 28 nëntorin, ishte viti 67, ne ishim student vitit parë, disa të vitit të dytë, dhe pastaj patëm punë me policinë, me burgun, me gjyqin, pra me dënimet dhe natyrisht edhe me prokurorin. Pra, 28 nëntori ishte festë ndaluar. Shqiptarët e festonin fshetazi, siç thotë edhe ju, e festonin pra larg shtetit dhe pushtetit, sepse duhej paguar shtrenjt, pra qofse ti e nderon pra një festë kombëtare, e cila ishte edhe festë, edhe është edhe sot, pa pikë dyshimit, hiç këtë tjetër në shkallën e pavarësisë, në shkallë evropiane, është festë shumë e madhe, sepse mund të jetë edhe një festë botërore, dita e flamurit tonë, sepse shënohet një flamur që bashkë me flamurin e Danimarkës janë flamurit më të vjetër në Evropë. Më të vjetër në Evropë. Domethënë ka vlerë edhe evropiane. Po mund thuhet që ka dhe vlerë botërore, sepse flamuri i Iranit, i Danimarkës dhe flamuri shqiptar llogaritën ndër 3 flamurit më të vjetër në botë. Ky është një studim pra i hershëm i një eksperti pra nga Shkupi,
që do thonë që ka qenë edhe me prejardhje shqiptare apo jo ortodoksishte. Dhe këto ne na bajnë vërtet krenar. Të pesës kemi fillu me shoqëni kulturore artistike të nërë që shukonën. E ta në 2007-2008 kemi fillu në për dasma, marshin. Po, për festa kemi kënu, regullër, sidomos për 28 nëndor, edhe pse konë ndalume, po për fat në për shoqëni tonë, ku e kemi pas një odë që më leshme në Vranjevës, unë e kom ditëlindjen me datë 28 nëndor, dhe të flamur të gjithmonë të ishte shoqënia e ke marrë letër njoftimit. Që edhe më hi pa hiri milicia, më në rrejnë ma pak, aty se po festojmë ditëlindje. Shtu që po, më ka rallë. Nuk po festojmë festën, po ditëlindjen. Po. Ajo faktisht ndjerë për festë? Po, normal për festë, po gjithmonë të ishte da e ki letë njoftimin gjepë. Megjithatë, pavarësisht ndryshimeve në mënyrën e festimit, kjo ditë duhet të mbetet simbol I identitetit dhe krenarisë kombëtare. Duhet të jemi shumë të përgjegjshëm për vlerat që I kemi, sepse nëse ne nuk I ruajmë, siç ndodhi tash me festimin e Krishtlindjeve, festës së vitit të ri, po kjo nuk ndodhi me festën e nëntorit. Dhe tash nëse nuk ka nxitje për ata të cilë duhet të nxitën. Nuk ka kërkesë ndaj atyre të cilët janë edhe mohues. Nuk ka përgjegjësi, domethënë askushi, pse një festë e tillë kalon festa e nëntorit, ku në lagjën time ku jetoj unë, domethënë ndoshta në 600 familje për një flamor e di që ishte, mund t'jenë edhe 2 dhe 3, po nuk kanë qenë 600 flamur në lagjën time. Lagjën time zejtare, bje fjala, vetëm 3 zejtare në rrugën u që kom parë flamur, vetëm 3 zejtare. Çka do të thotë kjo? Nëse në një lagje me 600 familje ndodh kjo, pse nuk ndodh në lagjën tjetër Dardani, bje fjala, lagjën Ulpiana, bje fjala, Kodra e Dillit, e kështu me radhë. E nëse kjo ndodh në Prishtinë, pse nuk ndodh në Pej, në Prizren, bje fjala, dhe në visët tona të tjera. Çka do të thotë se ne e kemi lanë anësh këtë festë, vetë komuna e Prishtinës në këtë rast investon më shumë në 2 festat e tjera, që janë festat e mëdha padyshim, janë festa botërore, po dhe kjo tjetra, që vetëm si festë e flamurit, është një festë botërore, sepse këtë vaj, domethënë me 3 shenja të identitetit të popujve, të cilat bajnë pjesë në renditjen botërore më të lartë, ku bën pjesë të flamurit shqiptar. Saj me kokën lartë, e pal të gjamadani dojrën hapë, si Shqiponia e more kuri hapë krahete. Po meshin qëto të flamure, për shembull Ministrin Londër, e shumë tjera, po besa bes tash për fatën e keqës e të mirë dhe ka të enverhosin gunat ka. Për fatë keqës e të mirë, edhe ato o dash pa qare një kënu. Dash, kanë ato kohë. Që si diçka nëzit se... Ta shte e ki përjetu edhe para luftës me kënu këngë patriotike edhe pas luftës. Po. Ku është dallimi? Ku është e dallimin? Atmosfera, ndryshimi I kërkesave të këngëve? Po nashta thëvë, para luftë ma shumë e kemi dash të këngën patriotikë, unë mendoj ma shumë e kemi dash se kemi këngë edhe të shtypën. Nashta këngë patriotike kur e kemi kënue, një seni I ndalum është
që shtojnë ma shumë të pëlqen, seni ndalume, seni kur është me tute, e tash o madryshe, tash o lirë, jek mund kënan këtu e ku dush, që tash të zyrët e juja këtu, kënan jemi të lirë. Menoj që ma shishë më konë atëhere. Kong ma si kong, ka pas lezetin ma të madhe, ka pas, o shkënu me tut në ashtaj, o shtengu me tute, gjithmonë ashtaj, me një thmi të elon të dera, këshirë më s'po vjenaj me leca në i senetin, po menoj në ashtu. Për shembull mora fjallë, bëllëm shumë vena thënë, më këmë rastisë neja që këna na i himnin. Ose në fillim kërë këmë një po himnin, cilën mora fjallë. Në shumë e thjerë, bëllëmish me në taverë në këtu në Lpjanë, edhe që unë jonë tha, tash pa ma kënu himnin nuk shkut, po himnin cilën himnin, edhe tha mora fjallë, kongën Adem Jasharit. Edhe pse preferoj ku të shkoj kongën Adem Jasharit e Skënderbeu, të herojve tash mirë. Po një gonë edhe pejtrive, që kjo është e mirë, se edhe gjenerata e re, po i nganë. Po nuk banë ashtë edhe pa ngu, edhe pse kemi edhe kongë të vjetra, unë e marë si shamën, për shamën, konga vajtimi avdisër që na mësë me ngu, këmë kënu në ashtë edhe në mesin e artistëve, gjinive të ndryshme mashë, që ka djemë, e ku në vrejtë se kanë mu me një vëmendje, këtë vajtimin avdisë, është teksti mirë, ka tekstit mira, në përgjësi, po. është një mënyrë me mësu dhe për historinë, po, shumë e vërtet, është, sidomos mujën nëntorit, nuk po. Çdo fest kishte kuptimin e vet dhe respektohej si një amanet i së kaluarës, duke krijuar kujtime që mbeteshin gjatë në mendje dhe në zemër. Festat e tjera, po zonë festat pagane, të cilat më vonë kanë pasur përhapje ndër ne kështu edhe në kohën e krishterimit, pra, po kanë vazhduar jetën e vet, mbi fjala dita e verës, që shënohet edhe sot në të gjitha visët shqiptare, pra me datën 14 mars, dhe shënohet edhe në visët e tjera, ndoshta jo në këtë datë, po pak më vonë, sepse dallimet me ditën e Shënt Gjergjit, pra kalojnë me 6 ose 7 javë, dhe shënuar në këto visët tona deri vonë, shumë vonë, sidomos në zonat e thella malore, bie fjala, ne ka Karadaku, larë deri në Rugov, deri në Shalë Bajgorës, e kështu më radhë, deri në pjesën malore të Kaçanikut. Dhe tash të gjitha këto janë festa që ne do duhej pra, edhe duhet, pa tjetër pra, t'i mbajmë, sepse janë pjesë e trashëgimisë kulturore, janë pjesë e etnokulturës shqiptare, janë pjesë e vlerave evropiane dhe botërore. Prandaj, si të tilla, duhet t'i marrim me përgjegjësi, domethënë në institucionet tona, që ne të kemi ekspert të këtyre fushave, jo këta pak sa i kemi, po të kemi aq sa ka nevojë. Dikur festat ishin edhe një mënyrë për të ruajtur identitetin dhe traditën. Ato shërbenin si ura lidhëse mes brezave, ku të moshuarit përcillnin zakonat, historitë dhe vlerat tek të rinjt. Veshjet tradicionale, ritualet familjare, vizitat tek të afërmit dhe fqinjët ishin pjesë e pandashme e festimit. Kryesori është se jemi në vijimësi të një tradite të hershme, edhe këtë që përmenet ju, çështjen e veshjeve pra, të grave, të burrave, të djemve, të vajzave, pra të një tradite po ashtu shumë të lashtë, të 43 veshjeve bie fjala vetëm të femrat, që jetojmë në këto 5-6 shtete të caktuara të Ballkanit pra,
jam dikur rreth 43 lloje të veshjeve, prapë sipas studiosës shumë të famshme që fatkeqësisht tash nuk jeton, pra Andromaçi Gjergjit, po dhe Afrodita Onuzit, pra që vazhdojnë jetën e vet edhe shkencore, pra sot po dhe të tjerëve që në marrë me veshje tona. Po këto veshje, keni të drejtë, pra kemi veshje në festivale dhe kemi gjithnjë ma pak shenja të tilla të vjetra, në rastet e tjera, në dasma, herë po, kemi, më thonë në dasma, në disa rajone, disa krahina, vazhdojnë veshjet kombëtare të burrave dhe djemve, sidomos në disa pika të shfaqjeve që bëhen në kuadër të organizimit të dasmës, por megjithatë, prapë në këto veshje unë do të veçoj edhe diçka. Jo vetëm që janë tonat, jo vetëm që janë të bukura, jo vetëm që i kemi pasur brez pas brezi, jo vetëm që përfaqësojnë, domethënë, përfaqësojnë identitetin ton kulturor të veshjes, por përfaqësojnë edhe diçka tjetër. Përfaqësojnë një vlerë prapë që është më e madhe se kombëtare, më e madhe se ballkanike, më e madhe se evropiane. Po. Bie fjala ishte rasti i Gjubletës, një traditë rreth 4000 vjeçare me Zeut të dikurshëm, e që pastaj në vijimësi ka mbetur, domethënë vetëm traditë shqiptare e që ruhet edhe sot. Pra, kjo na bën krenar. Nuk ka popull në Evropë që dele dhe thot, unë kam veshjen më të moqme të grave ose të femrave se sa ju. Nuk ka. She ti mund të thush të tjerëve, nuk keni. She, sa i përket Gjubletës. Pastaj, nuk është vetëm Gjubleta, është edhe veshja, bie fjala e grave të Rrafshit Dugaxhinit, pjesa veriore, grave me lidhje me Mahram. Është një veshje monumentale. Pastaj e ke veshjen e burrave, veshjen e Rrugovës, që prapë është veshje monumentale dhe thuja dhe unike, gati për shumicën e viseve shqiptare. E ke veshjen e grave të Hasit, edhe të Hasit poshtë, të Hasit nalt atje. Prapë, një prej veshjeve shumë të rralla dhe shumë të moqme. Dhe nuk do duhet ta lëm këtë vetëm në festivale, ti kemi pra, por do duhet përgjetur edhe mënyra dhe format e tjera që këto të kenë më shumë përhapje, të kenë më shumë jetë dhe të vazhdojnë jetën e vet edhe në këtë shekull pra, po pse jo edhe në shekuj që vinë, sepse vërtet janë vlera të përmasave të mëdha. Do këtë rritet dhe zakonat tek shqiptarët kanë qenë pjesë thelbësore e jetës shoqërore dhe familjare. Përveç veshjeve kemi pastaj edhe rritet, të cilat deri vonë kanë qenë shumë të gjalla dhe të përhapuna. Rrite kishte bie fjala, edhe në ditën e verës bie fjala, t'i lidhet goja ujkut, bie fjala, t'i lidhet goja gjarprit boll, që thonë kur shi nemet në radhë, bie fjala të radhë bolla me bisht. Pastaj i lidhej goja bie fjala kulshedres, dreqet e kështu me radhë, domethënë bashin edhe rrite në ditën e verës pra, se duhej pra të fillonte një jetë e re dhe krejt ata keqbërës që e prishin jetën e njeriu dhe rahatinë e tij, pra duhet të mbyllet goja. Në këtë rast bëhej rriti që ata që bëjnë keq, domethënë këtë rast bie fjala kulshedra, bolla bie fjala, ujku e kështu me radhë, domethënë të menjanohen, domethënë nga jeta dhe njëherët bëjnë jetën e vet, po njerëzve mos u aprishin jetën, po. Këto ishin ato rritet, ose kapërcimi i zjarrit, bie fjala, kapërcimi i zjarrit i vajzave dhe i djemve, kur djemet me ditë të tëra më përpara bashin gati dhe merrnin dronj, zakonisht gllënja, dhe ndeznin zjarrin dhe këndonin rreth zjarrit, apo jo vallëzonin rreth zjarrit dhe e kalonin zjarrin. Kjo ka qenë përhapur të popujt e tjerë. Fjala e dhënë, besa, kanë qenë shtylla e jetës në kulla dhe në familje tradicionale. Këto vlera ruheshin me nder dhe përgjegjësi të madhe dhe, edhe sot, në shumë kulla shqiptare, ato trashëgohen dhe mbahen me dashuri e respekt si pasuri e shenjtë kulturore. Përveç thashëriteve, përveç vallëve, përveç këngëve, përveç veshjeve pra, ne në këto si më thonë, vijimësi të historisë sonë, të etnokulturës në përshekuj, pra i kemi edhe
këto që i përmend pak më parë, pra e kemi fjalën, e kemi nderin dhe kemi besën dhe traditat e tjera, pra të cilat natyrisht ajo pjesa, si thonë ode burrave ose kull, ka qenë një prej vendeve ku këto janë ruajtur, pra është marrë kërkesë që të ruhen, pra edhe njëherë ka qenë institucion i cili ka përhapur dije nga ata që dinin, ka përhapur pra rend nga ata që dinin rendin, ka përhapur vullnet edhe zell nga ata që nuk e kishin, edhe ka përhapur natyrisht edhe ndjenjen për vendin, për atë dheun, edhe të ata që e kishin me pakic dhe kësisojt, edhe në odat e burrave, më thonë në këtë rast, në odat e kullave, po edhe të familjeve tona, përhape edhe ndjenja për atë dheun, një ndjenjë prapë të cilën nuk e kemi të sotme, po është një ndjenjë shumë e hershme, sepse ka mbi 2000 sa vjetë të dhëna për këtë ndjenjë, pra që përhapej, madje edhe vetë të fëmijët e posalindur, vajza se djem, në familjet adhetare, kishin emra që ishin formula epike për dashurinë ndaj atë dheut, bie fjalë emrit e Ut. Pastaj në qoftë se dëshmoj se vërtet ata e donin atë dheun, ajo familje, dhe përhapej fjala se vërtet janë familje adhetare, në fëmijët e arshëm që lindin, po në ato familje, ata kalonin në fazën e dytë të emërtimeve, si kur tash në shkollën dëshmorëve. Dhe në qoftë se ishin dëshmorë të jashtëzakonshëm, edhe kalonin në shkollën e heronjve, kalonin në shkollën e tretë të emërtime. Do thot profesor Katičić, që fatkeqësisht tash nuk jeton, ndihmik i madh i shqiptarëve, një ilirolog pra i përmasave evropiane dhe botërore, ai thot në këto 18 kulturët e mesdheut, domethënë atë gjysmën e dytë të mijëvjeçarit të tretë, po i vjen tash nga koha sot me nëse matët, thot nuk kam gjetur, thot asnjë popull tjetër, domethënë aty ku bashkohet Afrika me Azinë dhe me Evropën. Asnjë popull nuk kam gjetur tjetër që ka pasur këtë traditë epike të emërtimit të vajzave dhe djemve të posalindur. Festimet sot kanë marrë një tjetër ritëm, të ndikuar nga koha, teknologjia dhe mënyra moderne e jetesës. Nga sofrat e thjeshta, këngët dhe zakonet e trashëguara brez pas brezi, tek festat më të shpejta, më urbane dhe shpesh më individuale. Kontrasti mes dikur dhe sot tregon shumë për ndryshimet në shoqërinë shqiptare.